Po, njerëzit s'kan bukë të hanë, ti Ermal na bën trajnime motivuese. Po, e ka në rregull ti, se ke provu ndonjëherë çdo me thënë të vuash për bukën e gojës. Rjera ty bëjnë një humor, një aktrim, leje moralin për jetën, ç'neti. Po se normal, unë kam thënë se tjerët nuk kanë bukë të hanë, edhe prandaj unë nuk duhet të flas në për trajnime motivimi, për sukses dhe për lumturi. Ja pra miq. Kjo është receta sekrete e atyre që më ndjekin dhe nuk më duan. Pak helm në çdo gjë që bëj unë. Më ndodh një gjë vazhdimisht. Sa herë që unë bëj diçka, më dalin kundra. Më dolën kundra kur unë fillova të këndoj, kur bëra emisionin e parë, kur bëra filmat e mi të parë, kur bëra trajnimet etj. E keni vënë re që në Shqipëri, nëse pyet dikën rrugë, në fillim thot jo, pastaj të pyet, për çfarë pyete? Është pjesë e traditës që kemi ne shqiptarët. Në fillim të shajnë dhe pastaj të ndjekin. E ndërkohë që ata më shanin, deri tani, mbi 25.000 shqiptarë kanë ndjekur trajnimin tim me ndonjë ndrysho fito. Pra ti mund të vazhdosh të shpërndash helme për komente ose në mendimet e tua, ose mund të vish në trajnimin tim dhe të marrësh pak mjalt për jetën tënde. Unë nuk e di nga cila ando jesh ti, por unë di nga cila ando jem unë. Gëzuar.